Tre burra u gjënjëzuan përpara Zotit, secili duke kërkuar diçka ndryshe. I pari tha: Zot, më bëj të pasur. I dyti përshpëriti: Zot, më jep paqe. I treti kërkoi: Zot, më jep mençuri. Të tre u larguan atë natë duke menduar se asgjë nuk ndodhi, por qielli tashmë kishte filluar të vepronte. I pari priti një mrekulli, ar, tokë dhe fat. Në vend të kësaj mori një telefonat nga një fabrikë. Fillo punë nesër. Ai u ankua: Unë kërkova pasuri, jo punë. Por Zoti buzëqeshi, sepse pasuria nuk fillon me para, por me përgjegjësi. Ditët u bën javë, ai punoi më shumë se gjithë. U ngrit në detyrë, fitoi besim, respekt dhe pas disa vitesh kuptoi se Zoti nuk ia dha pasurinë brenda natës. E bëri një njerëz të aftë për ta mbajtur atë. Burri i dytë u zgjua me dhimbje. Miku më i ngushtë e tradhtoi, e dashura e la, dhe shoqëria ndërproi kontaktin. Ai qau: Zot, unë kërkova paqe, pse po humbas gjithçka? Dhe një zë nga qielli përshpëriti, sepse paqja nuk gjendet te njerëzit që të trazojnë shpirtin. 4 muaj më vonë ai qëndronte vetëm dhe për herë të parë pas shumë vitesh ndjeu qetësi, jo vetmi. Ajo ishte paqja për cilën ishte lutur. Burri i tretë, ai që kërkoi mençuri, pa pritur u përball me probleme pafund. Makina ju prish, biznesi dështoi, miqtë të tallin. Ai bërtiti drejt Zotit: Unë kërkova mençuri, pse gjithë kjo vuajtje? Dhe Zoti u përgjigj: sepse mençuria nuk jepet, rritet. Çdo problem është një pyetje dhe çdo përgjigje që gjen bëhet mençuria jote. Me kalimin e kohës ai filloi të ndihmonte të tjerëve që të ndreqnin ato që dikur ai vetë nuk mundej. Njerëzit filluan të kërkonin këshillat e tij. Atëherë ai kuptoi se Zoti nuk e kishte ndëshkuar, por e kishte trajnuar. Të tre burrat morën atë që kërkuan, jo në mënyrën që donin, por në mënyrën që kishin nevojë. Zoti nuk i përgjigjet gjithmonë lutjeve menjëherë. Ndonjëherë ai përgjigjet përmes procesit. Kështu që nëse jeta të duket e rënë tani, mos humb besimin. Ndoshta po jeton lutjen tënde të përgjigjur, por ende nuk e ke kuptuar. Më shkruaj me poshtë nëse beson se Zoti po vepron edhe kur ti nuk e sheh, dhe ndaj këtë histori me dikë që po pret përgjigjen e tij. Zoti të bekoft.